Pas rreth 2 javësh kërkimesh, policia ka arritur të gjejë trupin e pajete Gland Koçit, i cili ishte raportuar i zhdukur që prej mbrëmjes së 4 qershorit. Burime për zëri bëjnë me dije se trupi i viktimës është gjetur në një humner në fshatin Ceruj, në mes Tiranës dhe Elbasanit. 34 vjeçari Gland Koçi u zhduk që prej mbrëmjes së 4 qershorit, teksa dyshohet se u mor peng dhe më pas u vra nga Armand Shakaj. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia e Tiranës, ndërsa në burg ndodhet Enea Zyferi, i cili punon të kamarier në lokalin në pronësi të 41 vjeçarit dhe dyshohet se ka qenë dëshmitar i ngjarjes. Hetimet e deri tanishme tregojnë se autori dyshohet se ka përdorur një automjet tip Porsche për transportimin e trupit, si dhe një karotrec për zhvendosjen e tij drejt zonës së Ibës. Më herët, zëri publikoi pamjet ku viktima është parë për herë të fundit në zonën e sheshit Wilson, ndërsa motori i tij më pas u gjet në rrugën 5 Maj në Tiranë. Sa kaq, policia vijon kërkimet intensive për kapjen e autorit të dyshuar, Armand Shakaj. Sipas sistemit TIMS, rezulton se Shakaj nuk ka dalë jashtë Shqipërisë dhe policia dyshon se ai fshihet brenda vendit.